Mirëmbrëma të dashur miq të mi, mirëmbrëma të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish të natën e sonte në këtë orë të vonë me mua Tirona Lilin. Dua njëherë fillimisht të gjithë shqiptarëve t'ju uroj gëzuar pavarësinë e Kosovës. Le të jetë kjo ditë e mbar, le të jetë kjo ditë bukuri dhe le të kujtojmë për jetë ato të cilët derdhën gjakun për Kosovën tonë që sot gëzon lirinë dhe që ne të gjithë e shijojmë dhe jetojmë Kosovën tonë. Sonte dua të flas pak për një dinamik që ndodhi brenda shtëpisë së Big Brotherit. Kam analizuar Big Brotherin në mënyrë të detajuar. Nuk jam nxituar për të dhënë konkluzionet e mia, për të dhënë analizat e mia, për të dhënë mendimet e mia se si unë e logjikoj lojën aty brenda. Tani unë e pata thënë që në momentin kur Kristi Lamaj u rikthye në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 me vendimin e publikut, që në fakt kjo gjë mund të ishte edhe lojë e produksionit, unë e thash që sfidën më të madhe do ta ketë nga të gjithë banorët, për konkretisht nga Miri Rogerti, por tani që është aktivizuar dhe Livia. Livia, banorja aktore, duke që është një banore shumë e zëshme, duke që është një banore shumë e gjallë dhe dëshiron me patjetër që të futet në mesin e banorëve më të fortë. Në diskutimin që ndodhi natën e sonte, unë e dija që Rogerti, inatin e tij, mlefin e tij, urrejtjen e tij shpirtërore që e ndërtoi që të shtunën në Prime me rikthimin e Kristit, që Rogerti nuk e mbështeste në asnjë mënyrë, sepse banorët që thyejnë rregullat duhet të jenë jashtë shtëpisë, por unë e kam thënë, po të ishte ndonjë banor tjetër me patjetër që do të ishte jashtë, por Kristi është poli i kundërt i Mirit, është poli i kundërt i Rogertit, poli i kundërt i Livjes, le të themi është poli i kundërt i të gjithë shtëpisë, është banor që lufton më së shumti vetëm dhe loja e Kristit i duhet kësaj shtëpie. Rogerti e gjuan me ujë Kristin dhe ja pagon 1-1. Kristi nuk foli, u vetë përmbajt pas një debati jashtëzakonisht të fortë që pati me Livjen, duke përdorur gjuhën më të tmerrshme, duke përdorur fjalët më të tmerrshme, por arriti që të vetë përmbahet në diskutimin që bëri dhe u vetë përmbajt edhe në lëvizjen e Rogertit, që Rogerti e quajti dhe zhulc, e quajti dhe djalë të pist, etj. Tani Miri ishte thjesht kot pjesë e ngjarjes, sepse thjesht e mbante dorën në mes që Livia dhe Kristi të mos të degradonin deri në mënyrë që të gjuanin njëri tjetrin, sepse kishte moment ku Kristi kishte prekur dorën e Livjes që mos më drejto gishtin mua, ja kishte bërë kështu, dhe me patjetër që kjo gjë do të trajtohet në Prime, do të komunikohet në Prime, por nuk është se do të shkohet deri në zarfin e zi. Tani, pyetja ime është kjo. Kur Kristi i derdhi ujë Rogertit, vllau i madh dëshironte që të merr një dënim për Kristin. Tani, pasi që Rogerti e bëri të njëjtën gjë, do të merr vllau i madh dënim për të? Dhe pyetja tjetër është, edhe sa do të toleron produksioni brenda kësaj shtëpie që banorët të sillen në formën siç sillen dhe ta marrin lojën në personale. Unë mendoj që Kristi dhe Rogerti dhe realisht e kanë frikën që nuk do të kenë mundësinë që këtë lojën ta çojnë deri në fund, sepse aq shumë përfshihen në diskutime, aq shumë përfshihen në dinamika, sa që harrojnë që ka dhe kamera, sa që harrojnë që ka një audiencë që i ndjekën, sa që harrojnë që ka një, kanë ca fansa që i duan dhe ndikohen nga ato. Tani, unë mendoj që nëse Big Brother VIP Albania ka qenë në zorin më të madh të tij, është këtë vit. Mendoj që banorët nuk mund t'i kontrollon dot në asnjë mënyrë, janë të gjithë të pakontrollueshëm, të gjithë duan të jenë lidera, të gjithë duan të jenë protagonist,
të gjithë duan të fliten, për të gjithë duan të komunikohet dhe nuk ma merr mendja që do të arrim të shikojmë banorët të cilët janë, le të themi, të cilët do të jenë në fakt pjedestal të këtij Big Brotherit. Do të thënë, zënka mes Kristit edhe Rogertit, unë e di që do të ndërton një zinxhir të zënkave, por frika ime e madhe është që mos të dy të dalin nga vetja, derisa filluan që të gjuajnë me ujë, ato nesër do fillojnë të gjuajnë dhe me shpulla, do fillojnë të gjuajnë dhe me boksa brenda asaj shtëpie, sepse urrejtja për njëri tjetrin ka arritur në ato nivele dhe realisht me zemër uroj që të kenë vetë kontrollin dhe gjërat të mos t'ju dalin nga dora deri në këtë pikë. Sonte Kristi u vetë përmbajt, por nuk e di sa do të ketë fuqinë në fakt të vetë përmbahet brenda provokimeve që ndodhin, sepse duke ditur që ditët po kalojnë, aty tensioni rritet më shumë dhe urrejtja bëhet më e madhe. Do me thënë, miri nxit Rogertin, Rogerti nxit mirin, banorët e tjerë nxisin Kristin dhe është krijuar ky trekëndshi më i fortë brenda kësaj shtëpie që në fakt nuk ndalon së ofenduari, së denigruari njëri tjetrin. Tani Rogerti e mori hakun e tij, do me thënë, derisa e mori hakun, nuk ishte rahat dhe ja pati thënë Kristit, mos mendoj që unë jam budalla, unë do të marr hakun tim. Tani, unë mendoj që vllau i madh do të vi me një zarf të kuq, nëse deri më tani ka ardhur me një zarf të zi, nuk ma merr mendja që mund të sjellën zarf të zi tjetër, por do të vi me një zarf të kuq kundërdrejt Rogertit edhe Kristit për mënyrën se si ato kanë përzgjedhur që të luajnë lojën. Mund ta them realisht që është Big Brotheri që banorët e kanë më inat njëri tjetrin, do me thënë e kanë me shumë lef njëri tjetrin dhe e shikojnë me shumë urrejtje realisht njëri tjetrin. Tani sa do ta përballojnë këtë lojë, nuk e di, sepse kjo ndikon dhe psikologjikisht, ndikon dhe mendërisht, kam frikën se Kristi do tentoj përsëri të largohet nga shtëpia, sepse Rogerti ka aq shumë energji, do me thënë e bën aq shumë zhurmusin sa që i detyron banorët që të dalin që aty dhe po t'ja vendoni mendjen, do me thënë misioni i Rogertit është që një nga një të nxjerrë të gjithë banorët dhe të fitojë atë çmim. Dhe unë kam një bindje, deri më tani do të thënë kam menduar që do të vlerësohej zgjuarësia, po e shoh që dhe Kristi nuk ka mundësinë të jep zgjuarësinë, nga që është bllokuar më psikologjikisht dhe unë kam një bindje që Rogerti, do të thënë do arrijë të realizojë misionin e tij dhe realisht mund të jetë edhe fitues i këtij Big Brotheri.